Secila familje që merr ndihmë sociale do të përfitojë 20% më shumë duke nisur nga ky muaj. Dorë lirë tregua ministri në detyrë i financave Hekuran Murati që e kumtoi lajmin veç 15 orë para se të mbahen zgjedhjet lokale në Kosovë. Për gjitha familjet përfituese të socialit, pra lajmi i mirë është duke filluar nga ky muaj, pra nga tetori, sociali rritet me 20% më tepër. Pak ditë më parë, kryeministri në detyrë Albin Kurti kishte njoftuar për një shpërblim prej 100 eurosh për të gjithë studentët. Opozita e kishte cilësuar këtë veprim si tentativë për blerje votash, duke e quajtur akt korrupsioni zgjedhor. Kritikat e ngjashme kanë ardhur edhe nga qytetarët. Ata kanë nevojë me i u kriju vende pune, me social nuk mundesh as me u pasuru, as me ble apartament, as vetur, as gjë. Ndërkohë, të shtunën, Albin Kurti është mandatuar për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Shënjestër.net